Në transmetimin e radhës të emisionit HEA me drejtuese gazetaren Laureta Petoshati, tema që u trajtua ishte vlehët midis të shkuarës dhe të ardhmes. Të ftuar ishin Dr. Kristo Goci, ish deputet, hulumtues i trashëgimisë kulturore armene ose vlahe, Ilia Bombaj, mësues në shkollën e mesme të përgjithshme Selenic, gjithashtu edhe shkrimtar, Atë Spiro Bulika, drejtues kishtar prift i kishës së Selenicës, si dhe Lefteria Gjosha, mësuese e gjuhës dhe letërsisë, si dhe shkrimtare. Në emision u sqarua se vlehët u njohën për herë të parë në konferencën e Londrës të vitit 1912-1913 si një grup pakicash deri në vitin 1967. Nga 1967 deri në 92-shin, ata njiheshin si shqiptar të thjesht. Nga viti 92 dhe deri në 2017, ata u njiheshin si një pakicë kulturore dhe gjuhësore. Me ligjin numër 96/2017 për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë, miratuar në 13 tetor 2017, vlehëve u është dhënë status i zyrtar si pakicë kombëtare. Të ftuarit thanë se pakica kombëtare vllahej që dikur ishte rreth 200.000, tani nga emigracioni ka mbetur rreth 10% dhe ajo përbën një pjesë thelbësore të identitetit të gjithanshëm të Shqipërisë, me kulturën, gjuhën dhe traditat që pasurojnë mozaikun kombëtar të saj. Vlehët i kanë fituar të gjitha të drejtat nga shteti shqiptar, ndërsa ngritën problemin e mësimit të gjuhës armëne, të cilën OKB e ka vendosur në gjuhët që rrezikojnë të zhduken, dhe kjo si mungesë e mësuesve dhe librave. Me këtë transmetim të emisionit HEA për vlehët, televizioni 6+1 Vlora, duke qenë i hapur dhe për pakicat kombëtare, bëhet një zë i barazisë, bashkëthesës dhe respektit të ndërsjellët.